Patlıgjanet unë i preva në copa, i lyeva me pak krip, me pak vaj ulliri dhe i vura në furrë të piqe për 20 minuta me 200 gradë. Në këtë tiganit do të skuqim qepën, shtojmë edhe specat, hudër goxha. Tani do të shtojmë pluhur spec, ky nuk është djegë, shtojmë edhe koncentratin e domateve. Do të marr pak nga ky lëngu perimeve që kam këtu, do të shtojmë gjalpin, një lugë gjalp kemi këtu. Do të rregullojmë për krip e piper. Tani do të shtojmë patlıgjanet dhe do t'i përzijim. Dhe përmbysim. Okej. Do t'i vëmë në mes të speci që do t'na lshoj pak djegësir, jo shumë. Do t'i vëmë kapaku gjysmore. Njam. Tamam, e pjekur, shu dal nga E shkëlqyer. E lini të pushoj pak. Tash do t'jedhi majdanozin sipër. Edhe kemi gati.